A keni dëgjuar për këtë margaritar të xhenetit? Ulemaja islam kanë përmendur një hadith ku pejgamberi Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar këtë fjalë, këtë lutje si një prej thesareve të xhenetit. Është e njohur për të gjithë ju. La haula wala quwwata illa billah. Nuk ka ndryshim të gjendjes dhe nuk ka forcë e fuqi përveç se me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një fjali shumë e shkurtër, të cilën gati se gjithë secili musliman e di përmendesh, por ndikimi i saj në jetën e besimtarit është diçka shumë e madhe. Kuptimi i kësaj lutje të nderuar do të thotë, nuk kam mundësi vetë me e largu një të keqe që më ka godit, nuk kam forcë vetë me ja dal në një sprov, nuk kam fuqi vetë me bë një të mirë, për çdo gjë kam nevojë për Allahun. Prandaj, kur të ngushtohen mundësit, kur të duket se nuk ke më rrugdalje, të mbërthejnë sprovat gjithandej dhe fatkeqësit, mos harro të thuash la haula wala quwwata illa billah. Gjithashtu, është edhe një lutje tjetër, shumë e shkurtër, por gjithashtu shumë e fuqishme, sidomos kur mbetesh i vetëm, i braktisur, kur të mbyllen dyert, kur i ke përdor të gjitha mundësit që i ke dhe prap nuk po mundesh me ja dal, mos harro të thuash hasbunallahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu dhe ai është mbrojtësi më i mirë. Ai është përkrahësi i duhur. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.